الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Të nderuar vëllezër, jemi në shpjegimin e librit të Imam Nevevijut, Riyadus Salihin, kopshtet e njerëzve të mirë. Pra këtu jemi duke i marrë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe jemi në kapitullin e dytë, që është et-tawbe, do me thënë pendimi. Javën e kaluar i keni marrë 3 hadithe nga ky kapitull, me hoxhën që i ka shpjegu 3 hadithet e para të këtij kapitulli. Tani inshallah taala do mundohemi edhe ne edhe 3 hadithe tjera t'i marrim që janë lidhje me pendimin. Të nderuar vëllezër, pendimi është një urdhër i Allahu xhalla xhelaluhu që i ka urdhëruar besimtarit që të pendohen. Dhe është cilësi e pejgamberve dhe njerëzve të devotshëm. Gjithmonë, pra njerëzit e mirë e kanë të lagur gjuhën me teube, me pendim. Allahu xhalla xhelaluhu në shumë vende në Kur'an na urdhëron që të bëjmë teube, pra pendim. Të pendohemi te Allahu xhalla xhelaluhu. Thot Allahu xhalla xhelaluhu: "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dhe pendohuni te Allahu krejt ju, o besimtar, që të jeni të shpëtuar, që të shpëtoni. Pastaj Allahu xhalla xhelaluhu me një ajet tjetër thot: "Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha." O ju që keni besuar, pendohuni te Allahu me teube, që është teube e sinqert. Pendim do me thonë i sinqert. Nasuha çfarë do të thotë? Do me thonë që këshillon. Ajo teube të cilën e bësh me sinqeritet, ajo ti të këshillon që mos biesh në mëkate më. Ajo të këshillon që ta ngjosh Allahun, ti zbatosh urdhrat e Allahut, të ndalesh nga do me thonë ndalesat që na ka ndaluar Allahu xhalla xhelaluhu. Hadithi i parë që do ta marrim sot e transmeton Ebu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, një sahabi i njohshëm, shoku i ngushtë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe Imam Dhahabiu në librin e tij Siru A'lamin Nubala ku i përshkruan biografitë e njerëzve të mëdhtë këtij ummetit, duke filluar nga sahabet, e përshkruan Ebu Musan el-Imam el-Kabir, imami i madh. Kur thuhet imam për një sahabi ose për një tabiin, ta dim se nuk është për qëllim imami i xhamisë që i prin njerëzit. Kjo do të thotë imam është domethënë oqean dituri. E din Kur'anin mirë, komentimin e Kur'anit, tefsirin, hadithet i din mirë, dispozitat e fesë Allahut i din shumë mirë. E ki ka qenë prej sahabëve fukaha, po ashtu thot Imam Dhahabiu ka qenë faqih, domethënë i ka ditë çështjet e fikhut. Po jo vetëm të fikhut, po çështjet e fesë Allahut i ka ditë shumë mirë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë sahabi e ka përdorur domethënë aspektin pozitiv, e ka shfrytzuar për davet, për ta çuar fenë e Allahut në vendet e largta, si në Yemen për shembull, në Aden, diku në Kufe, pastaj khalifet e kanë dërguar Ebu Musa el-Ash'ariun që atje të jetë çfarë më këmbës, pra udhëhec i atij vendi, ti thirrë njerëzit në fenë e Allahut, ti rregulloje çështjet e besimtarëve kështu me radhë. Ky sahabi Ebu Musa, siç e kuptojmë, Ebu Musa do të thotë babai i Musait, do me thonë është kunje ose nofk mund t'i thënë. Emrin e ka Abdullah ibn Qais. Abdullah ibn Qais el-Ash'ari. Po ashtu përmendet për këtë sahabi se e ka pas zërin shumë të bukur. E ka lexuar, do me thonë, namaz ka lexuar sure të gjata. Ata që kanë qenë xhamat thonë nuk e kemi vërejt se ka lexuar aq gjatë. Shumë e ka pas zërin e bukur. Ebu Musa al-Ash'ari e transmeton këtë hadithin. Kështu është hadithi: An Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal: Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musii'un nahari, wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul layli hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha, rawahu Muslim. Këtë hadithin e sakt Ebu Musa al-Ash'ari thot
se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Allahu i madhëruar e shtron dorën e tij natën, gjatë natës. Pse? Që të pendohet mëkatari i ditës. Domethënë ai që ka bërë ditën mëkat, të pendohet natën. Pse natën? Se Allahu pra, siç na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu e shtron dorën e tij që për t'i pranuar pendimet e gjunahqarëve të ditës. Domethënë ditën që kanë bërë mëkat. Pastaj thot, po ashtu Allahu xhelle xhelaluhu e shtrin dorën e tij ditën që të pendohen mëkatarët e natës. Domethënë që kanë mëkatuar gjatë natës. Dhe kështu Allahu xhelle xhelaluhu pra gjithë natën pret pendimin e atyre që kanë bërë mëkat ditën, po ashtu gjithë ditën pret, për Allahun nuk është vështirë kjo, domethënë e shohim këtu bujarinë e Allahut subhanahu wa taala, se sa don që robërit e tij të pendohen te Allahu xhelle xhelaluhu. Po ashtu kuptojmë se Allahu xhelle xhelaluhu i pranon pendimet edhe pse mund të vonohen. Shikoni, këtu ka një sinjalizim. Ditën ke bërë mëkat, ti mund të pendohesh edhe ditën, më një herë. Ama Allahu thot edhe natën, edhe më vonë e pranoj unë teuben. Ani pse ke bërë ditën gjuna, nuk je pendu ditën, po natën ta fali gjunahin, thot Allahu xhelle xhelaluhu, e pranoj pra pendimin. Dhe Allahu xhelle xhelaluhu ta dim vëllezër se e don teuben, e don pendimin. Allahu thot me një ajet: Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allahu i don ata që pendohen dhe i don ata që pastrohen. Për Allahun është gëzim. Jo se ka nevojë për teuben tonë. Ama Allahu gëzohet me teuben e robit musliman. Ashtu siç e keni marrë një hadith javën e kaluar, Allahu gëzohet me pendimin e robit vet, bile e ka gëzimin më të madh se kush, se ai person i cili është në shkretëtir dhe e ka mjetin e vet, deven e vet, dhe në deve i ka krejt ujin, hajen, pasurinë e ka në deve, edhe e ka si mjet për të kaluar atë shkretir të nxehtë. E ki person, kur i hikën mjeti, deveja, ngel, shumë i mërzitur, apo? Pastaj shkon, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot, shkon ki në hijen e një peme dhe s'ka çare. Pastaj kur e sheh deven e ka përpara, megjithatë të mirat që janë mbi deve, dhe ki person sa mund gëzohet? Shumë gëzohet, se e shpëton jetën, për ndryshe mund vdesë prej etjes, nuk ka mjet të arrije në vend banime, kështu me radhë, ki person gëzohet shumë, apo? Dhe me njëherë kapën atë deve. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu gëzohet me teuben, me pendimin e robit vet, më shumë se ki robi që gëzohet kur e gjen deven e tij. Subhanallah. Allahu a ka nevojë për teuben tonë? Jo, vallahi nuk ka. Ama Allahu është bujar. Allahu i pranon teubet. Allahu gëzohet kur robi që ka mëkatuar t'i kthehet Allahut xhelle xhelaluhu. Prej dobive të këtij hadithit, vëllezër, është se Allahu xhelle xhelaluhu, pra prej cilësive të Allahu xhelle xhelaluhu është dora. Edhe në ajete kuranore përmendet kjo cilësi e Allahut, po edhe në këtë hadith. Pra ne e besojmë këtë cilësi të Allahut xhelle xhelaluhu duke mos e përngjasuar këtë cilësi të Allahut me krijesat e tij. Asesi. Sepse ajeti kuranor në thot lejse kemithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Si Allahu nuk ka asgjë. Asgjë nuk i ngjason Allahu xhelle xhelaluhu. Dhe Allahu është që dëgjon dhe që sheh. Ama këto cilësi, dëgjimi, shikimi, cilësi tjera që përmenden te Allahu xhelle xhelaluhu, as sesi nuk duhet na shkojë ndërmend se janë të ngjashme me cilësitë e krijesave. As sesi. Ne e besojmë Allahu e ka thonë,
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thonë hadithin e sakt, e besojmë atë cilësi të Allahut. Duke besuar në përsosmërinë e Allahut në këtë cilësi, në qenjen e Allahut ne besojmë se është i përsosur. Subhanallah, kur themi o Allah, je pa mangësi, i lartësuar je, larg tmetave je. Ama ato cilësi që janë përmend ajete dhe në hadithe i pranojmë, i besojmë, ama imagjinata jo nuk e merr se si janë domethënë ato. Nuk i merr. Ne vetëm i besojmë. Edhe në këtë hadith Allahu thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot se Allahu e shtrin dorën e tij. Si është dorën nuk e dim ne. Vetëm e dim se Allahu këtë cilësi e ka përmend. Pejgamberi i tij e ka përmend, e besojmë. Ama nuk him ne ta komentojmë këtë gjë. Pastaj vëllezër, në këtë hadith kuptojmë pra se Allahu e pranon pra teuben, apo edhe pse vonohet. Ama ka një gjë. Neve, si robër të Allahu Gjelle Gjelaluhu, që jemi mëkatar, prej të Ademi a.s. deri të njeri i fundit në këtë dynja që do të vinë pra, kanë ardhur dhe do të vinë, nuk ka njeri pa gabime. Përveç pejgamberve që Allahu i ka ruaj, janë ma'sum, do me thënë janë të pastër nga gjunahet, Allahu me njëherë ato i ka mbroj, kur kanë, do me thënë, pas ndonjë mundësi gjunahi, Allahu me njëherë, do me thënë, u ka tërheq vërejtjen, dhe ato nuk e kanë bëhat gabim, ose Allahu i ka pastru, do me thënë, nga gabimet. Për ndryshe, krejt njerëzit bojnë gabime, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, kullu bani Adem khata'un. Çdo bir i Ademit është gabimtar, bën gjunahe. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Ato mëkatarët më të mirë janë ata të cilët pendohen. Pra nuk ka pa gabim. Edhe sahabët kanë bërë gabime. Apo edhe njerëzit e mirë kanë bërë gabime. Do të thonë çdo njeri është gabimtar, por çfarë i takon robit musliman? Ne e kuptojmë se Allahu e pranon pendimin edhe me qenë me vonesë pendimi i robit, Allahu e pranon. Ama neve na takon që të shpejtojmë pendim. Ne nuk duhet të vonojmë pendimin, sepse nuk dihet kur na gjen vdekja. Nuk dihet. Edhe, do me thonë, ne themi se ka bo gjina personi, ka bo teube, është penduar të Allahu. Pastaj është kthyer prap në gjina, prap, me 10 herë, me 100 herë, ne themi se dera e pendimit nuk mbyllet. Apo? Nuk mbyllet. Do me thënë, përsëri duhet bëjmë teube. Ama këtu ka një rrezik, vëlla. Nëse e din ti kur dhe vdesish, tamam, bën mëkate. Edhe pse nuk themi kështu, po nëse je ashtrim, pra, bën mëkate. Ama a e dish kur dhe vdesish? A ka deni caktim se kur dhe mri këtë mosh, kur dhe më plakem, kur dhe dal në penzion? Nuk ka. Sa vareza janë të mbushur pra me njerëz të ri, që nuk e kanë arri as 30-at, as 20-at, as 40-at. Nuk dihet kur na gjen vdekja, prandaj duhet të shpejtojmë për pendim. Të kthehemi te Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe besoj se janë shpjeguar ato kushtet e pendimit javën e kaluar, nuk duhet i përsëriti. Koha e pendimit, siç është në hadith, nduket se në fundin e hadithit nuk e tregova. Në tekstin e hadithit, Ebu Musa al-Ash'ari, që transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra e kuptuam se Allahu e shtrin dorën, do me thënë natën që të pendohet mëkatari i ditës. Po ashtu e shtrin dorën ditën që të pendohet mëkatari i natës. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, kjo vlen derisa të linde dielli nga perëndimi. Do me thënë, teubia pranohet të Allahu, pendimi pranohet të Allahu deri në momentin kur lindën dielli më nga perëndimi. E dim se është prej shenjave më të fundit të kiametit, lindja e diellit nga perëndimi. Dhe koha e pranimit të teubes, të pendimit, mbaron atëherë. Lindi dielli nga perëndimi, mbaroi koha e pranimit të pendimit. S'ka më teube, s'ka më iman. Do me thonë,
nëse beson ma njeriu, nuk i bën dobi ai besim. E tani si dhe linde dielli nga perëndimi? Zakoni është që prej kur e ka krijuar Allahu diellin, diellit linden nga lindja. Prandaj ka emrin lindje, pse linden diellin prej atje. Por do të vije koha që Allahu xhelle xhelaluhu do ta urdhëroje diellin kthehu nga orbitin, nga ai rruga jote që rrjedhish, që lindish, që shkosh, kthehu mrapsht. La ilaha illallah. Kthehu mrapsht, do lindish nga ana e kundërt, nga perëndimi. Po, zakoni është që krejt e shohim çdo ditë dielli linden nga lindja, por do të vije koha që të linde dielli nga perëndimi. E atëherë mbaron puna. Atëherë kjo është ajet, argument i qartë që vetëm Zoti i gjithësisë këtë gjë mund ta bëjë, ta ndryshoje, një gjë që ndoshta sa mi vjet kështu ka shku dielli, tani e ndron domethënë anën dhe lindën nga perëndimi. E mbas këtij vakti as krishterët, as jahudit, as komunistat, as ateistat, as budistat nuk u pranohet imani. Sepse atëherë çdo kush do ta kuptojë domethënë realitetin. Dhe imani është imanin në fshehtën, në gajb është ajo që e dallon besimtarin prej jo besimtarit. Pra në këtë hadith, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam neve na tregon bujarinë e Allahut xhelle xhelaluhu, që me rahmetin, me bujarinë e tij i pranon pendimet e robërve që bëjnë mëkate dhe të gjithë jemi ne mëkatar, duhet të pendohemi te Allahu xhelle xhelaluhu. Pejgamberi Allahut është penduar te Allahu xhelle xhelaluhu, është penduar 100 herë në ditë, e keni marrë këtë, 70 herë, 100 herë. Apo pastaj në surën Idha jaa nasrullahi wal fath, aty në fund çfarë thot Allahu? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Madhëroje, bëne hamd, lavdroje Allahun, se ajo është pa tmeta i vjen, ajo është pa mangësi. Pastaj kërko falje prej Allahut, se Allahu i pranon pendimet. Innehu kana tawwaba. Kjo është prej sureve të fundit që ka zbrit. Apo kur e pranonin islamin turma, domethënë njerëz me grupe hishin në islam. Afwaja, domethënë triumfoi feja Allahut dhe çfarë u bë? Njerëzit krejt, kabilet krejt, domethënë ato fiset filluan të hinë në islam. Dhe Allahu prap i tha pejgamberit të tij, kërko falje prej Allahut. Pa Allahu i pranon pra pendimet. Këtu pra e kuptojmë se duhet shpejtojmë pendim vëllezër, se dhe vjen një kohë që nuk dhe pranohet edhe pendimi. Këtë hadith e transmeton Imam Muslimi, pra hadithi është i saktë. Hadithin e dytë na transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu anhu. Thot Imam Neveviu, an Ebi Hurajrata radhiyallahu anhu qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, men tabe qabla an tatlu'a ash-shams min maghribiha tabe Allahu alaihi. Është hadithi ngjashëm. Thot pejgamberi Allah sallallahu alaihi wasallam, kush pendohet para se të lindë dielli nga perëndimi, Allahu ja pranon pendimin. Allahu ja pranon pendimin, mjafton që ai pendim të jetë i sinqert. Të jetë i sinqert. Po kam bërë shumë gabime. Po jam ngarkuar me shumë gjunahe. Allahu i fal të gjitha gjunahet. A ka vrarë kush pineve minç pejgamberi, prej njerëzve më të mirë. Prej, domethënë, Sayyidu shuhada, zotria i shahidave. Asnjëri pineve se ka bëkat elhamdulillah. Vahshiu e vraf Hamzën radhiyallahu anhu. Pa Allahu ja pranoi pendimin. Prandaj mos i humbim shpresat. Çfarë do lloj gjunahi i madh i vogël ke bë, madje edhe shirk nëse kemi bë, Allahu na ruajt. Allahu e pranon pendimin. Shumica e sahabëve, për pos atyre që ishin hanif edhe para islamit, si Ebu Bekri, si pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, që nuk i kanë rasësh dhe idhujve, statujave, nuk kanë pre kurban për idhujt. Ama shumica e sahabëve, mbi 100.000 sahabë, kanë bërë shirk më herët, para se të bëhen musliman.
Ama Allahu va shëndroi gabimet në sevabe. Yubeddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allahu me atë teuben, me atë përmirësimin, me veprat e mira, me iman, punë të këqija i shëndrojnë punë të mira. Allahu akbar. Sa bujare kina Allahun, që është falës, që i pranon pendimet. Prandaj, kur kemi kohë të shpejtojmë për të kthyer te Allahu xhalla xhelaluhu. Pra edhe këtë hadith e transmeton Imam Muslimi, hadithi është i saktë. Për Ebu Hurerën radiallahu anhu nuk fola se e di se kemi folë më herët për biografinë e tij, e ka pas emrin Abdurrahman bin Sakhr, ka qenë sahabiju i cili ka transmetuar shumë hadithe, ndoshta edhe më shumë hadithe se sahabët tjerë, prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka qenë prej ashabus suffe, domethënë ka qëndru në xhami të ato safet e para, në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe e ka kalu krejt ditën me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe pse 4 vite ka qëndru me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka pas domethënë mundësinë të marrë shumë dituri, të dëgjoje shumë fjalë prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe e ka pas domethënë natyrën ashtu që i ka mbaj mend, i ka transmetu hadithet. Dikush mund të prezantojë shumë, po nuk e ka natyrën që i transmeton shumë. Apo? Për shembull prej Ebu Bekrit radiallahu anhu, a shumë hadithe kemi dëgju? Jo. Nuk ka pas natyrën ashtu, ama vet ai ka qenë islam. Ulja e tij, namazi i tij, sadakaja e tij, morali i tij, butësia e tij ka qenë islam, kanë marrë boll sende musliman prej Ebu Bekrit. Prej dikujt tjetër marrën tjetër forë me transmetimin e haditheve. Prej dikujt tjetër e shfrytëzon se është strateg si Khalidi. Prej dikujt tjetër zarin e Bilalit. Kështu janë muslimanët e plotësojnë njëri tjetrin, nuk janë krejt njëjtë. Dikush i shërben fesë Allahut me pasuri, dikush me dituri, dikush me fizik, dikush me diçka me za, e kështu me radhë. Kalojmë te hadithi i fundit dhe i treti, kjo ligjërat ndoshta nuk dhe se e gjatë. Hadithi i tret, Imam Neveviu rahimahullah thot, an Ebi Abdirrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Këtë hadith e transmeton djali i Omerit radiyallahu anhu. E ka emrin Abdullah ibn Umar. Domethënë Abdullah i biri i Omerit radiyallahu anhuma. Nofkun e ka pas Ebu Abdurrahman. Domethënë babai Abdurrahmanit. Sa sahabi i madh ka qenë ki. Edhe ki ka transmetuar shumë hadithe nga i dërguari sallallahu alaihi wasallam dhe njihet si sahabiju që e ka pasuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam më së shumti, në çdo hap, në çdo lëvizje, në çdo gest. Një herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bashkëshortes vet, Hafsës radhiyallahu anha, ajo është motra e Abdullahit. Domethënë njëkohësisht Abdullah ibn Omer është kunati i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Apo? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bashkëshortes vet Hafsës, nënës besimtarve i thot: "Ah, sa i mirë është Abdullahi, po sikur ta falte edhe namazin e natës." Dhe Hafsa, motra, i tregon vllajt. Abdullahi thot: "Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ti kështu ka thënë." Subhanallah. Për njerinë e sinqert mjafton vetëm një fjalë. Abdullah ibn Omeri pasi që e dëgjoi këtë fjalë prej motrës vet, këtë fjalë e kishte thënë pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam. Prej asaj dite më nuk e kalon namazin e natës deri në vdekje. Subhanallah. Domethënë e ka marr se edhe toka është lloj-lloj. Toka ka pjellore që e pranon, domethënë ujin është e bereqetshme. Ka dënjona më pak është, ka dënjona hiç se pranon ujtin. Ujti i ri domethënë mbi tokë nuk e pranon, nuk mbijnë kur gjati. Edhe prej njerëzve kështu ka. Dikush kur e dëgjon domethënë një ajet, një hadith, një këshill, një udhëzim, më njëherë e fut praktik. Sahabët kështu ishin. Subhanallah. Sahabët kështu ishin, dërzoheshin më njëherë. Mjaftonte për ata. E kjo është domethënë fryt i sinqeritetit të sahabëve. Abdullah ibn Omer radhiyallahu an e transmeton këtë hadithin. Thot qale
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla yaqbalu tawbata al-'abdi ma lam yugharghir. Allahu jalla jalaluhu azza wa jalla pranon pendimin e robit vet, ose pendimin e robit, derisa çfarë? Derisa t'i vije shpirti në fyt. Malem yughargir e ka kuptimin kur vin ma shpirti, kur del, fillon dalën nga këmbët. Shkon tërma dhe del do me thonë nga goja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, Allahu aq shumë që i pranon teubet. Deri në momentin e fundit i pranon, ama kur e sheh ma njeri se është të vdek, atëherë i ka ardhur shpirti në fyt. Në fyt, do me thënë, është të dalë ma shpirti. Atëherë, do me thënë, ma nuk pranohet teubeja. Kjo e ka kuptimin edhe kur është prezent vdekja ma. Kur është prezent vdekja, nuk pranohet pra teubeja. Pra, këtu edhe kemi një ajet që tregon Allahu Gjelle Gjelaluhu që kur vin vdekja ma nuk pranohet teubeja. Thot Allahu Gjelle Gjelaluhu, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنِ. Dhe teubeja nuk është për ata të cilët i bojnë gjunahet, i bojnë vazhdimisht gjunahet deri kur, hatta idha hadara ahadahumul maut, derisa i vin vdekja ma. I vin vdekja. Hala vazhdon me gjunahe. Ma erdh vdekja, atëherë thot, në momentin e fundit, unë tash pendohem. Allahu thot, lejset i teubet. Do me thënë, nuk është kjo teube. Nuk është kjo teube pendim i duhur. Këtë e boni edhe Firauni, apo? Firauni kur e pasë dhe mbytet ma, tha unë e besova Zotin e Musës. E besova se s'ka Zot tjetër përveç Allah. E besova Zotin e Benu Israilve. Ama ma nuk i ban. El-an, thot Allahu, tash, kur mbaroj çdo gjë, jo, atëherë ma nuk pranohet pra teube. Pra vlezër, duhet të kuptojmë se duhet të shpejtojmë në teube. Duhet të shpejtojmë teube, teubeja si bëhet, nëse kemi gjunahe që i bëjmë, duhet t'i lamë, t'i braktisim gjunahet. Nëse kemi mangësi në kryerjen e farzeve, obligimeve, me njëherë të fillojmë t'i bëjmë këto farzet e Allahu Gjelle Gjelaluhu. Mos lëmë mangësi në farze, po ashtu mos u afrohemi gjunaheve. Të paktën gjunaheve të mdoja, gjunahet vogla krejt bëjmë. Jemi, do me thënë, Allahu në ka instalu në krijimin tonë që jemi gabimtar, jemi mëkatar. Po, vazhdimisht kërkojmë falje prej Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe mos ndahemi nga kjo jetë me gjunahe. Mos ndahemi nga kjo jetë me farzet lëna, Allahu na ruajt. Vallahi, tash edhe si janë këto, do me thënë, mjetet elektronike me incizime, me sende, çfarë nuk dëgjon njeri? Sheh i ri ka bë aksident me makinë, në shtet musliman. Ka bë aksident dhe është i lënduar rond. Do me thënë gjendja kritike, vallahi jep shpirt duke qaj, o Allah namazin se këm fal. Edhe vdes. La ilaha illallah. I ri, a ndoshta ka mendu se kur të dalë në penzion da filloj unë rregullisht namazin. Ama ma nuk i jepet shansa. Prandaj duhet shpejtojmë në teube, se edhe ai i cili neglizhon, do me thënë, pendimin te Allahu, neglizhon bërjen e farzeve që na ka urdhëruar Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe pejgamberi i tij, nëse e bën këtë, do me thënë, me tallje, hajune kur dalën penzi, kur ti sasi disa punë, filloj ta dim se Allahi nuk ja mundson atij që nuk është i sinqert, nuk ja mundson të bëjë teube, edhe me i bë 80 vjet, edhe me i bë 100 vjet. Nuk ja mundson. Prandaj sinqerisht me teube nasuha, me atë teuben që është e sinqert, që neve na ndalën nga punë të këqija dhe na orienton në punët e mira, duhet të pendohemi te Allahu Gjelle Gjelaluhu
Allahu na mundsoft, do të thonë, vazhdimisht ta kemi të lagur gjuhën tonë me istighfar, me tauba, me kërkim falje, me pendim te Allahu xhalla xhelaluhu, dhe Allahu është bujar, është Tawwab ar-Rahima, është që i pranon teubet dhe është shumë i mëshirshëm, dhe mos si humbim shpresat nga falja e Allahut, nga pranimi i teubeve, domethënë te Allahu xhalla xhelaluhu. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Dhe ki hadithi i fundit është hasan, Imam Tirmidhiu e transmeton, është në gradën e hasenit, domethënë në gjendje të mirë. Walhamdulillahi rabbil alamin.